Muaj i dijes, pendës, arsimit, i pishtarëve të pamposhtur, i luleve, po luleve, atyre luleve shumë ngjyrshe dhe dalluese nga muajt e tjerë. Këtë muaj kujton rrugëtimin e flaktë, ku hapën kanatat e dritareve, të shtëpive, të shkollave dhe kopshteve, e në kujtime në frymarrjen e gjerë. Ju falenderoj që keni ardhur, ju falenderoj për respektin që më keni bërë. Uroj që edhe ju të vazhdoni në hapat e mësuesve të tjerë, që të mbrini sa më lart në jetën e juaj. Si e vlerësoni ju festën e 7 mars? 7 marsi është një festë kombëtare, kujtohet me një admirim të madh, sepse në këtë 7 mars të vitit 1887 është hapur shkolla e parë shqipe, ka mësuesit dhe patriotët shqiptar, Andri Sotiri, Petronini, Varasit e tjerë, të cilët të dhanë mundësi që shqiptarët të mësojnë në gjuhën shqipe, që brezat e ri të arsimohen, të edukohen dhe të duan atë vëllën e tjerë. Çfarë këshille do t'ju jepni mësuesve të rinj? Mësuesve të ri u kisha lënë si një amanet që detyren që kanë marrë ta kultivojnë sa më shumë, të përgatiten në plane profesionale, që në mënyrë të tillë të ngrihet vetëdia edhe më lart për çështjen e arsimimit, të kulturës, edhe të tjera që ka kombi tonë shqiptar. Cili ka qenë momenti i paharrueshëm në karrierën tuaj si mësues? Ka shumë momente, por momenti kur kam dalë në pension. E mbyllish një karrierë që ka qenë me shumë mund, me shumë sakrificë, dhe kjo ka qenë një ditë që ndahesh për Nxancën. Kjo ka qenë tepër e lashme. Naim, ngriu e din nga Deu, gjithë fuqi e din nga Bajta, të shikosh se ç'pohe shqipja me gelma të arta. Jep kushtrim, ngjall rilindjen, nisni prap me gelma tona, kërcasin gjithandej fjalët e huaja, se ç'pohet kjo gjuha jona. Kam kushërite në Itali, dhe flasim në telefon, po kur ndodh të bëhemi bashk, nuk e merr vesh gjeni të zonë. Ja në përhapur në përbotë, më qanë zemra mua për ta, e ata për të oqanit, me anglisht e më bëjnë hata. Trembem që të bëjnë një dasëm, të mbledh fis e të mbledh farë. Çdo njeri do një përkthyes, jemi bërë për të qarë. Naim, Abdyle Sami, djersa juaj i kukot, po ju njerëz të hallakatur, gjua jonë është gjuhë e zemrës. Ju flisni fëmijëve shqip, të mësojnë gjuhën e nënës. Dhe una shpejt do të haroj. Naim, më pushtet djalli, ndaj u them ditën e mirë, se të filloj të qaj nga halli. Gjua nuk është një copletër, as një baçallure e tjetër. Për çdo kombë e për çdo vend është gjëja më e shtrenjtë.
Kjo ditë pranvere është e tyre. Flasin ata, buzëqeshin ata. Atyre u takojnë lule shumë gjyrshe, nderimi dhe urimi, gëzuar festën e 7 marsit.